Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në puntatën e radhës me Julin në radar. Kemi një të ftuar speciale, një grua të veçantë, të arirë si në jetën personale, në profesion, po edhe në politik. Jemi me kryetarin e Bashkisë Klosit, Valbona Kolla. Faleminderit Valbona që ju përgjigjet ftesës sime për këtë podcast, edhe për të njohur më mirë edhe më gjerë se komuniteti i Klosit, një zonë me tradita që meriton vëmendje, gjithashtu që mbartë edhe shumë histori brenda tij. Bona, ju jeni një mjekë e nderuar në Klos dhe ju njohin besoj më shumë për këtë pjesë, edhe sot ju thon doktoresha besoj, sepse ky emërtim gjithmonë do ju ndjeki me vete, edhe pse sot mbani detyrën e kryetares së Bashkisë Klosit, si vendosit ta linin profesionin për politikën. Ishte kjo një zgjedhje juaj apo një ftesë e Partisë Socialiste për të bërë pjesë e saj? E dashur Juli, shumë faleminderit për ftesën që më bët të jem këtu sot bashkë me ju në podcastin e radhës. Edhe njerë faleminderit me zemër. Faleminderit. Në fakt, për të bërë pjesë e politikës, për të lënë stetoskopin në tavolinë, ishte pak e vështirë për mua. Unë kam qenë kandidate në 2015 në zgjedhjet vendore, ku më bë ftesa nga kryetari i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama, që më besoi të drejtoj Bashkinë e Klosit. Realisht, për mua ishte e vështirë, sepse në ato kohë isha krejt jashtë politike, nuk kam qenë pjesë e asnjë ngjyrë politike e partive të ndryshme, por vendosa të kandidoj dhe ta marr këtë ftesë me shumë kënaqësi nga kryeministri i Shqipërisë, për faktin sepse unë isha mjeke dhe shërbeva për shumë vite, prej 23 vitesh në atë kohë, po në mjekësi, dhe sot në 2023 bëra 33 vite shërbime në mjekësi, si mjeke e përgjithshme dhe familjes, pothuajse isha bërë pjesë e çdo familje në qytetin e Klosit. Ftesa ishte e papritur, ndërkohë që në këtë fushat unë dola me një rezultat negativ, sepse nuk ishte momenti i duhur, mbase pjesa që isha jashtë politikës, momenti që bëri reforma territoriale dhe unë bëra një fushat me 20 të rinj dhe të reja, dhe për hir të këtyre dhe besueshmërisë që kisha te Partia Socialiste për ta çuar më tej Klosin dhe Shqipërinë, vendosa të kontriboj në Partinë Socialiste. Ftesa e dytë në maj të 2023 ishte nga zëvendës kryeministrja e Shqipërisë, ndërkohë ishte drejtuese politike në qarkun e Dibrës, e nderuara zonja Belinda Balluku, po patjetër me miratimin edhe të kryesisë të kryetarit të Partisë Socialiste, vendosa të kandidoj përsëri. Për një grua kurajoze, se shpesh në fakt shumë nuk do ta ndërmerrnin këtë iniciativë, po komplimente dhe ja ku doktoresha të zgjeroj gamën e shërbimeve, jo vetëm në mjekësi, po kudo ku kishte nevojë komuniteti im. Më kujtohet në fakt në 2015 kemi qenë bashkë në atë sallën e madhe të lodhshme, në fakt se pritëm të gjithë aty për prezantimin. Edhe ka qenë një ditë e veçantë edhe për mua, sepse hera e parë në politik. Në atë kohë kandiduan gati 12 gra dhe nga të cilat 9 fituan, ishte i sfidë sepse ishte hera e parë që garonin gra në politikë si kryetare bashkie në këtë numër të konsiderueshëm. Si gjatë kandidimit, në fakt e ke për herë të dytë, pra ke një përvojë të gjatë. Jam besuar për së dytë herë. Po, hasët vështirësi në mentalitetin e zonës, ishte problem ky fakt që Partia Socialiste të përfaqësohej nga një grua, mendoni që në herën e parë mund të ketë ndikuar edhe ky fakt? Në fakt, që pas 90-s, kur ishte komunë deri në 96-ën dhe pas 96-s kur Klosi u bë bashki, nuk ka pas asnjëherë kandidate apo kryetare bashkie grua. Po. Në Klos, dhe e kam menduar edhe faktin që unë humba në 2015-ën që mund të ketë pas element të tillë që nuk i kanë besuar një gruaj, apo është e vështirë ajo ta kalosh atë etapë. Apo menduan që disa që të më kenë mjeke aty,
se kush do na vizitojë, ndërkohë që mjek ka plot sot. Por gjatë rrugës, gjatë këtyre 3 viteve, Juli, gjatë kohës që unë kam vajtur në inspektime në terren për investimet që ne kemi realizuar, më është thonë, kryetare, nuk e kemi menduar që do ta realizosh sepse ishe grua, se nuk e bonde burra. Dhe këtu mendova që ka pas dhe skeptik të tillë, që kanë menduar që kjo është grua dhe nuk do të bëj punë apo investime, nuk do t'i realizoj siç mund të ishte një burr. Dhe mendoj sot që edhe ato pak skeptik që kanë qenë janë bindur që edhe një grua mund të punojë shumë mirë. Detyra fisnike e mjekut në fakt të gjithmonë në shërbim të njerëzimit, japin gjithmonë nga vetja sepse do duhet që në çdo orë të ditës apo natës jetë në shërbim të komunitetit, gjë e cila ju e keni bërë për kaq vite. Po në detyrën e re si administratore e qytetit, cili ka qenë pjesa më e vështirë për ju, të cilët nuk e kishin parashikuar që e qartë. Realisht unë edhe fakti që pas 2015-ës vendosa që të jem në politikë dhe të jem në radhat e Partisë Socialiste dhe të kontribuj për të, por kam qenë nga 2019 4 vite dhe kryetare e Këshillit Bashkiak në Klos, ndërkohë që pak a shumë u njoha me problematikat që bashkia kishte, apo që territori ka. Nuk ishin të panjohura. Jo, nuk ishin të panjohura. Vështirësitë, pastaj ka qenë një nga vështirësitë që unë përballa direkt sa mora detyrën, ka qenë një vendim gjyqësor i gjykatës së apelit për një detyrim ndaj një familje për 65 milion lekë të reja, gjë që Bashkinë e Klosit e penalizonte shumë, sepse 65 milion lekë të reja për Bashkinë e Klosit janë gati një vit apo një vit e gjysmë të ardhura, gjë që do na penalizonte në realizimin e shërbimeve dhe të projekteve. Por edhe vështirësi të tjera pa diskutim, ka mungesa e pronave apo e sipërfaqeve truall për të ndërtuar, na ka dhënë shumë vështirësi për realizimin e shumë projekteve që duhet të realizohen. Po cilit projekte jeni krenare që keni arritur dhe keni mundur të implementoni në këto 3 vite në Klos? Në fakt, gjatë takimeve që ne bëjmë me njerëzit në terren, mbledhim problematikat dhe kërkesat sot janë akoma elementare. Juli, më vjen keq, kërkojnë rrugë, kërkojnë ujë, kërkojnë shërbimet bazë dhe duke marrë parasysh edhe në konsiderat të gjithë kërkesat, mua më thonë doktoresha e rrugëve sot, sepse kam menduar që fillimisht të rregullojmë infrastrukturën rrugore kudo se këto kërkesa i hasim shpesh edhe nga emigrantët kur vinë, kërkojnë rrugën që të... Pastaj Klosi ka një terren të vështirë marrëlor. Klosi ka një terren të vështirë, ka një luginë që është shumë e bukur dhe shpresoj ta vizitoni, që lugina e Klosit është shumë e bukur, e mos më xhelozojnë 4 bashkitë e tjera të qarkut. Në fakt jeni të ftuara, po. Me kënaqësi. Ka një luginë shumë të bukur, por territori tjetër është gjithë kodrinor dhe malor. Investimet me çakull që s'duhet i përmend, në fakt që s'më vjen mirë sot të përmend investime të tilla, nuk janë të qëndrueshme. Kam vendosur që me kosto të investoj në rrugë, në investime të qëndrueshme me asfalt dhe kemi arritur goxha, me ka përmirësim të ndjeshëm. Ka përmirësim të ndjeshëm. Ne kemi arritur të asfaltojmë shumë kilometra rrugë në fakt, edhe duke u mbështetur nga Fondi i Zhvillimit pa diskutim, por edhe me të ardhurat e bashkisë duke i mirë menaxhuar, duke ato shpenzime që dikur bëheshin për çakull, unë i kam kaluar në investime për asfaltimin e rrugëve. Për mirëmbajtje. Po sfida juaj e radhës për buxhetin afatmesëm të radhës, ka ndonjë projekt të rëndësishëm apo përsëri mendojmë sepse në Bashkinë e Klosit shumë pak rrugë kanë qenë të asfaltuara, mendoj që të kompletoj të gjithë asfaltimin e rrugëve në territorin e Bashkisë së Klosit. Diku ne nuk e kemi lënë vetëm me rrugët, se kemi investuar, po investojmë tani në shkollën e 6
për 3 vite, rekonstruksion, kemi investuar në qendra shëndetësore, kemi investuar në ura, kemi investuar në kanale vaditse, në diga, dhe investimi më i prekshëm ishte ujësjellsi i 8 fshatrave që mbulon 24 orë me ujë. Akoma është në fazë zbatimi drejt përfundimit, por që nuk mendoj kurrë që këto fshatra do bëheshin me ujësjellës. Shumë mirë, komplimente. Duke qenë se është një zonë me traditë dhe histori Klosi vet, për shkak edhe të vetë natyrës spektakolare që ajo mbart dhe ta imponon atë sjelljen dhe afërsinë me artin. Lidhur me aktivitetet kulturore artistike në bashkinë tuaj, cila nga aktivitetet i jep më shumë gjallëri dhe ku jeni ju fokusuar ju më shumë gjatë këtyre viteve? Realisht Klosi ka shumë histori, ka traditë, ka kulturë, ka art, ka vendet e bukura shumë për të vizituar. Ne në traditën tonë është edicioni i 7 që bëjmë tani në fund të shtatorit apo fillimit të torit, Fest Folk, ku traditën, historinë, kulturën, artin, gjithë prodhimet bujqësore dhe plektorale, sepse Klosi është vend është një zonë rurale dhe që mbahet me prodhime plektorale dhe bujqësore, ne i promovojmë në këto 2 ditët e Fest Folkut. Dhe këtë vit është edicioni i 7 dhe përveç panairit në këtë Fest Folk kemi edhe pjesën e folkut ku marrim pjesë grupe artistike nga Shqipëria, por edhe nga diaspora. Në pak kam re që nuk je bërë pjesë e kësaj konkurrencës, cila është vendlinja e Skënderbeut. Ja ke lënë të tjerëve të porosi. Se çka më lexuar nga libri i Marlin Barretit, në fakt model sikur vendlinja e Skënderbeut të jetë në Klos, në Kalane Peral, më duket. Në fakt, se kur takohemi të gjithë ne si kryetar bashkish, duam ta marrim nga një pjesë dhe për vete në fakt ka vendet ku Skënderbeu ka qëndruar aty me familjen, por që vendlindjen akoma nuk jemi të saktë gjithë, se një pjesë dua ta marrun, një pjesë Mati, një pjesë Dibra dhe të tjerë. Kështu që besoj do zgjidhet më vonë. Po lëm me vendlinjen e Shqipërisë, Skënderbeun dhe të jemi në rregull. Dhe rruga e Arbrit në fakt që ka qenë shumë e përfolur në vite, më në fund që është bërë një investim dinjitos dhe nga kjo përfiton patjetër Klosi sepse afron atë shumë e kryeqytetin dhe ju jeni bërë tashmë një lagje e saj. Tiranës. Çfarë impakti ka pas edhe besoj që edhe vetë banorët e kanë mirëpritur këtë investim. Investimi më i mrekullueshëm në qarkun e Dibrës dhe jo vetëm. Edhe për Tiranën, investim që në fakt e falenderoj miraherë Edi Ramën për fjalën e mbajtur për këtë investim, ku solli shumë ndryshim në qarkun e Dibrës. Rruga e Arbrit, nuk e imagjinon në Juli, klosianët bonin 3 orë rrugë nga Shkopeti për të ardhur në Tiranë, sot vetëm për 30 minuta je në Tiranë. Klosi ka edhe pozicionin strategjik, direkt nga Tirana, futesh në Klos, është lagje e Tiranës sot. Ka sjell shumë ndryshime, ka sjell shumë impakt pozitiv, edhe ku qëndron impakti pozitiv, sidomos në zhvillimin e turizmit. Sot në Klos, kur asnjëherë nuk e imagjinoje se ku bie Klosi, jo të pronotosh qëndrimet në lokale apo me orare, sot në Klos nuk gjen, po për fundjavë ka shumë kërkesë për turizëm, ka kërkesë për zhvillim, ku edhe nga banorë që janë larguar sot nga Klosi, sidomos një plan i bardh, është një fshat shumë i bukur, ishte shumë i bukur, por që për shkak të mungesës ujit, ku një traverbank ja tërhoqi ujin, banorët u detyruan të largohen në zonat e Durrësit, ku sot kërkojnë të vinë në planin e bardh, të rikthehen, të ndërtojnë, të zhvillojnë, sepse aty ka vajt dhe ujë pishëm, rruga e Arbrit është shumë afër. Ka ndikuar shumë në zhvillimin në ndërtimin e bujtinave, ku në Klos janë ndërtuar rreth 12-13 bujtina. Tani sapo hapur një resort shumë i bukur në Gurë dhe një njësi administrative, po shumë i bukur, një investim gjigant. Duke qenë se Klosi që nga kthyer në një bërthamë e zhvillimit ekonomik, në fakt nuk duhet që ta preki reforma. Besoj që të shpresojmë shumë që bashki
të këtyre niveleve, sepse është punuar shumë edhe në nxitjen edhe vetë një zhvillimi lokal, si në Bashkinë Klos, Bashkinë Dimala, apo bashki të tilla si Poliçani e tjerë që mendohet që mund të prekeshin nga kjo reformë, të besojmë dhe shpresojmë shumë që do të ishte një kthim pas në fakt. Këtë mendojmë Juli, në fakt, në gjykimin tim, po të preket nga reforma. Klosi sot unë e krahasoj me atë beben e vogël që forsa ka lindur me rrugën e arbrit dhe ka nevojë të ushqehet, të rritet dhe të zhvillohet, dhe jo menjëherë ta Patjetër, besoj do ka të ishte një nevojë kthim shumë, pas. do ishte një kthim pas si për gjithë ato të rinj dhe të reja që qëndrojnë dhe nuk do ta gjejnë veten, besoj më në Klos, po do largohen me familje, largohen me fëmijë, largohen me biznese të tjera. Shpresoj shumë që Dhe keni qenë dhe një avokate shumë e mirë përpara komisionit për ta mbrojtur identitetin e zonës dhe për të qëndruar jam bia e Klosit, Juli, më duhet patjetër. Edhe do duhet patjetër. Jam një mjeke që u kam shërbyer për 33 vite dhe unë sapo ju thash që rrallë më thon kryetare, gjithë më thon doktoresha në Klos dhe them që duhet, Klosi ka mendimin që duhet të qëndroj bashki, po do pak vëmendje ashtu siç kryeministri e thot me të madhe që duhet të investojmë aty ku edhe të vjelim të ardhurat, që çdo bashki në fakt duhet të vetë financohet, të ecë me këmbët e tyre. Të ketë atë pa autonominë fiskale. Këtu duhet të jetë vëmendja e gjithë drejtuesve të bashkisë. Edhe si doktoresha, patjetër, por edhe sekretare bashkie, si e gjeni ju kohën të shkëputeni dhe të përqafoni atë ëmbëlsinë e nipërve dhe mbesave tuaja, se tani tashmë dhe gjyshe dhe është më e nevojshme që të jesh pranë tyre. Kush është bërë gjysh e beson. Kush është bërë nën e beson. Ato janë mrekulli, janë qeshi mbi tort, janë një dashuri mbi dashuri. Mjalti, siç e thon, edhe në fakt, nëse ne kemi një detyrë që edhe na mërzit, edhe jemi të ndjeshëm dhe shkojmë në shtëpi dhe një përqafim i nipit apo e mbesës dhe do të vishesh me energji pozitive. Realisht po e tregoj kështu tani hapur, në një moment që unë isha e mërzitur, hera e parë që nuk e përqafoj nipin kur futem në shtëpi, dhe ulem, isha e mërzitur me punët e mia, disi e përhumbur kështu dhe nona erdhi dhe po mbinte te gjuri. Nona, ojti nona, tha. Ku je nona? Ku je nona? Marove. Jo, nona, mos i bë këto gabime asnjëherë. Janë mrekulli në fakt që Zoti i ka falë dhe që janë çlodhja. Janë çlodhja. Ashtu si familja është pika e dobët e imja. Në fakt dhe pas familjes kam gjithë atë komunitet mbrapa që i duash. Kjo familja e vogël, ëmbël, relaksuese dhe familja e madhe që patjetër e pa shkëputur nga ajo e vogla. Një mesazh për komunitetin e Klosit? Si pjesë e familjes madhe? Edhe si mjeke, dhe si nën, edhe si gjyshe. Në çdo aspekt, patjetër. Në çdo aspekt, në fakt, bashkëqytetarëve të mi u drejtohem që duke i falenderuar shumë për besimin që më ka dhënë dhe bashkëpunimin që kam pasur me mu për këto 3 vite që unë kam qenë drejtuese në Bashkinë e Klosit, do të vazhdoj ta kem bashkëpunimin dhe frymën për t'i ndihmuar deri në momentet e fundit, pa diskutim, jo vetëm në shëndetësi, sepse akoma shërbej në shëndetësi, jo vetëm në shëndetësi, por në gjithë ku ato kanë nevojë, unë i dua shumë dhe përqafime të përzemërta nga unë. Shumë faleminderit Bona, ishte një kënaqësi që ju kisha sot në studio dhe vetë studia mori atë ëmbëlsinë e kujdesit të një doktoreshe, dashurisë për niprit dhe mbesat dhe patjetër për Klosin që do të ngelet bashki. Besoj. Shpresojmë shumë. Faleminderit Juli dhe për ju dhe për këtë staf të mrekullueshëm. Faleminderit, të dashur ndjekës, ju falenderojmë nga zemra që ishit pjesë me ne sot dhe morët nga ato emocionet e një leadershipi apo administratore të njësie vendore që i duhet shumë të lëri pas edhe atë familjen e vogël për të dhënë më të mirën për familjen e madhe, jo vetëm si një administratore, por edhe si mjeke, por edhe si nënë dhe si gjyshe. Faleminderit Bona edhe një herë. Faleminderit.